Asnjë dokument zyrtar nuk do të lëshohet nga gjendja civile në Paskuqan nëse banorët më parë nuk paguajnë detyrimet për taksat vendore. Me këtë urdhër janë përballur banorët e kësaj njësie administrative, ku prej disa ditësh ka pasur përplasje mes tyre dhe punonjësve të administratës. Duan certifikatat, e duan ata, sot paguaj lekët, t'japim shërbim. Kena pagu. Kanë ngel do marr pametet sikur ishte puna dritave, kam një 110.000 lekë, 120.000 lekë disa kanë ngel. Tek shi thot 45, 27 kanalizime ujnë e zeza, ne kena bo vetë. Kam një vit, 2 vit, pa paguar një taks 15.000 lekë. Pa bo asë një lloj investimi gjelar më ziu të unë. Lemëri e pa fame. Sa taksa paguat? 2017. Po. Nga 2007 deri në 2017. Tash i du certifikatën, du me shku me adhon të kjo e ndihmës ekonomike, to tash nuk më japin mu këtë. Në këtë situatë të krijuar ka ndërhyrë drejtori i përgjithshëm i gjendjes civile Bledar Doracaj, i cili ka kërkuar nga prokuroria të hetojë drejtuesit e pushtetit vendor, të cilët sipas tij kanë shkelur ligjin. Çdo urdhër i tillë bie ndesh me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, me ligjin për gjendjen civile dhe çdo akt tjetër ligjor. Me nënpunë si të zyrës gjendjes civile, të cilët janë të traumatizuar, të presionuar nga kryetari i bashkisë për të mos ofruar certifikata dhe përsëri kthehemi pas 2-3 ditësh kthehemi tek e njëjta gjendje. Ky është një rast që organet ligjzbatuese, prokuroria në rastin konkret, ta marrin në shqyrtim si një rast të hapur shpërdorimit detyre nga ana e kryetarit bashkisë, po edhe zyrave apo institucioneve apo njësive administrative që zbatojnë. Situata e krijuar ka prodhuar një tjetër problematik ku banorët janë detyruar të hapin një librezë të re për ujësjellës kanalizime. Ata disponojnë 2 libreza për të njëjtin sahat, një nën siklin e UKT dhe një tjetër të bashkisë Kams. 2 libreza ujë, i rregullt, e vullosme, e firmosme. Është hap tjetër prap, po mos hap shtet nuk jep certifikat. Një familje 2 libreza, nuk e dim. Banorët shprehen se ata nuk do të paguajnë taksa për shërbime të cilat nuk ofrohen nga pushteti vendor si uji, gjelbrimi dhe infrastruktura, ndërsa për të tjerë taksat të larta nuk mund të përballohen nga të ardhurat e tyre.